Përshëndetje të mirë të mi, kudo që t'jeni. Ju uroj në të arua gëzuar Pashkët dhe uroj vetëm të mira në jetën tuaj. Uroj që kjo drita e Pashkës të ndri rrugën tuaj dhe të falni njerëz që ju kanë lënduar, që të çlirohet pak ajo energjia e ngarkuar brenda vetes tuaj. Këtu kam hapur disa letra, janë disa letra që më tregojnë që jeni në pritje të diçkaje, e ndjeni veten të vetmuar, por është dikush që po vjen në jetën tuaj. Kemi një rikthim, me sa shikoj këtu, që mund të jenë shenjat e ujit ose shenjat e zjarit, dhe shikoj që kemi dhe princin e shkopive që janë shenjat e zjarit prap. Me sa shikoj këtu, shikojmë që ti je në një pritje me sa shikoj, po planifikon për të ardhmen tënde, duke përparuar dhe aktivizuar gjërat dhe kërkon mundësitë e reja dhe zgjedhjet e reja. Shikoj që ke frikë nga pasigurit që ke dhe shikoj që duhet të hedhësh një hap tjetër në jetën tënde pa u shqetësuar kaq shumë. Duhet të kesh një zgjedhje, me sa shikoj, por në këto zgjedhje duhet të bësh një ndryshim. Kalorsi i shkopimeve më tregojnë që kemi një pasion dhe ky është një person që ka pasion, është një person që ndjek ëndrat e tij dhe është një energji e shpejtë që po vjen në jetën tënde. Ky është një person që është i fokusuar në gjërat që kërkon dhe ka një vetbesim që do t'i arrijë qëllimit për të marrë emocionet nga ana juaj. Gjithsesi, unë do të thosha që ky është një person që ëndërron shumë dhe kjo gjë nuk e bën të ndihet i lumtur. Ky person është në ndjekje të imagjinatës, kërkon të manifestojë me zjarrin që ka dhe ndjenjat që ka, domethënë i japim frymëzim ndaj jush. Shikoj me mbretin e kupës që është një mbret i dramës, është një mbret që ka një temperament ndryshe. Shikoj që po kërkon inteligjencën, po kërkon ekuilibrin, po kërkon përvoja, kërkon një stabilitet dhe shikoj që këtë moment është zhytur në mendime, është zhytur në mendjen e tij dhe kërkon të ndërgjegjësohet me gjërat që kërkon. Me sa shikoj këtu ka diçka që lëkundet nga ky mbret i kupës dhe me të shikojmë është duke zgjatur dorën në tasin e dashurisë, do me thënë që kërkon dashuri nga ana juaj. Ju nga ana tjetër, ju shikoj që ndjeni të vetmuar këto kohët e fundit, nuk e di se çfarë ju ka zënë kjo vetmi dhe ky boshllëk, por shikoj që ti tani kërkon atë dashurinë me emocion, shikoj që kërkon atë inteligjencën. Shikoj që ky person, sidomos mbreti i kupës, kërkon që ti të ndërgjegjësohesh me ndjenjat e tua, kërkon të jesh me qartë me gjërat që kërkon, dhe këtu kemi dhe ermitin, që na tregon ermiti reflektim të brendshëm. Shikoj që kërkon një kërkim shpirtëror, kërkon të meditojmë, na kërkon të jemi të urtë, na kërkon të jemi mentor shpirtëror. Por disa persona shikoj që janë duke u tërhequr nga shoqëria, nga izolimet, nga vetmia, kërkimi i përjetshëm, për shërim. Por shikoj që kemi ndjenja të papërshtatshme këto kohët e fundit. Me sa shikoj me ermitin, shikojmë që ke një hapësirë në jetën tënde, por është një vetmi e papar, siç e thash dhe me hermitin këtu lart, që është letra e vetmisë që bën të shkëputesh nga ana shpirtërore. Gjithsesi, unë do të thosha që je të tërheq, të pëlqen pak ajo vetmia këto kohët e fundit dhe kështu do vazhdoni edhe këtë javë të humbisni pak atë rrugën tuaj ose busullën tuaj. Shikoj që do të ndihmojë dikush që të dalësh nga kjo errësira që je me ermitin këtë moment, por nga ana tjetër shikoj që ti duhet të thuash vetes tënde që unë jam i frymëzuar, sepse kemi dhe diellin këtu, shikoj që kemi dhe Hierofandin, po letra e diellit na tregon një gëzim, një frymëzim, një bollok, një përmbushje nga krimtaria e bollokshme, por dhe diçka pozitive po ndodh në jetën tuaj. Sidomos janë dhe festat që kemi, na japin një energji ndryshe dhe gjë e mirë është ndesim na një qiri për festat, okay? Shikoj që ke disa vonesa këtë javë, janë disa mendësi negative dhe vetdyshime në një mungesë që ti beson dhe ke nevoja nga ana e mentalitetit negativ, sorry që po a them, por letra e diellit këtë moment më jep çdo gjë që prek dhe çdo gjë që rrezaton shkëlqyshëm, duhet të bësh kujdes ndonjëherë sepse ky rrezatim mund të jetë një rrugë dashurie dhe bolloku. Por ti nuk po e shikon, prandaj të them kujdes.
ti nuk po e shikon. Kjo është një letër shumë e fuqishme, një letër që je duke festuar diçka të bukur, një letër e gëzueshme në shenjë pozitiviteti dhe suksesi, dhe shikoj që disa nga ju po gjejnë një lumturi, do të thosha, ose diçka që të bëj ty të ndihesh një femër e plot. Kurse Hierofanti më tregon dritën, këtu lart më tregon dritën, më tregon që e ke traditë një fest familjare ose një mësim që ke për ta marrë, dhe shikoj që ke një frymë udhëheqëse, ose je ti që udhëheq rrugën tënde, dhe shikoj një zgjim shpirtëror për disa. Me sa shikoj, ke disa sende të vjetra që ose mund të jesh ti duke menduar gjëra që janë të shkuarës. Shikoj që ke një rebelim momentalisht nga ana shpirtërore, ke një rebelim, dhe shikoj që ke mënyrat të shoqërisë, ose shikoj që ke njerëz që abuzojnë me ty, ose disa persona që mund të kenë lidhje me shtetin janë duke abuzuar në lidhje me dokumentat apo diçka që ka të bëjë, por je i udhëhequr për të vazhduar drejt dritës, sepse ke dhe letrën e diellit që po të ndihmon, pavarësisht se ti ke atë udhëheqjen e bazuar, po ke dhe pak egoizëm brenda në këtë udhëheqje. Ndërsa ti po kërkon të vërtetën hyjnore, duhet të krijosh disa korniza në jetën tënde që të ndihmojnë për të zgjeruar vetdijen tënde dhe të mbështetesh tek besimi tënd dhe tek realiteti, çfarë të sjellë realiteti. Nëse ke ngecur në një diçka të vjetër, është mënyra për të vepruar tani. Kjo është një letër që po të tregon për të ngjitur, për të parë dritën që po të jep universi. Dhe letra e drejtësisë më tregon që por kemi dhe mbretin e shkopinjve që na jep diçka, një frymë. Ky person e ndjen veten lider, e ndjen veten të suksesshëm, e ndjen veten që është vizionar, por shikoj që është një person i tepërt, ose ky e shikon veten në hijen e pemës, sikur ka raste ndonjëherë që ka njerëz të tepërt në jetën time dhe unë duhet të jem ambicioz, të ka atë të qenit të shumë të sigurt. Ka emocione që shpërthejnë, shenjat e zjarit e kanë këtë, shpërthejnë atje ku se pret, por ka diçka që ky e pret me padurim këtë moment. Ky është një djalë shumë i bukur, është një djalë që është i pashëm, i zjarrt, ka tatuazhe për disa, është një lider, është një person i lindur për të bërë gjëra të bukura. Dhe shikoj që ky person në qesh dhe ka fiksimet e tija, dhe fiksimi i tij je ti këtë moment. Shikoj që ky kërkon një rikthim ose një përballje me ty, dhe shikoj që është duke u përballur me disa energji, dhe ti po ashtu, sepse keni të dy një rritje vizioni, dhe kjo letër më tregon që ka një sukses ky në jetën tuaj për momentin. Sepse e pason dhe Hierofanti, siç e thash pak më lart, dhe Hierofanti tregon që ka diçka në lidhje me jetën tuaj që do të ndryshojë në të ardhmen. Kurse letra e drejtësisë më tregon që disa nga ju kanë probleme me ligjin, ose kanë humbur ekuilibrin e jetës, ose mund të jeni në një karmë që nuk e keni mbyllur, ose jeni duke hapur një karmë të re. Këtu shikoj që je shumë njeri i mençur, janë disa çështje ligjore që drejtësia është shkaku dhe defekti që nuk ke arritur të marrësh atë perspektivat ose dokumentat apo ku diun çfarë mund të keni këtë javë, por ky parashikim nuk do të thosha që është vetëm për këtë javë, por është e zë dhe pak muaj maj, do të thosha, sepse drejtësia në kjo dokument keni pasur pasoja apo keni njerëz që u kanë sjellë në këtë karmë, dhe këti je duke paguar karmën në këtë moment, dhe je duke dëshkuar veten tënde për gjërat që të kanë ndodhur, ke çekuilibruar nevojat e tua dhe duhet të marrësh disa përgjegjësi për momentin. Drejtësia kërkon të mësosh nga përvojat e së shkuarës dhe të marrësh më të mirën, lëre të keqen dhe të frikshmen. Të gjithë duhet të rritemi dhe të paguajmë pasojat që ne kemi, se varet nga çfarë mund të na mundojnë. Gjithsesi, unë do të thosha që duhet të ecësh me drejtësi, sepse karma duhet vitë të mbyllet një moment. Ju uroj një fundjavë të bukur dhe gëzuar festat.